Presim të tjerë, le të vinë. Se? Ujnë aty se kënë një vëndë, se. Nuk dëgjohet. Qas dëgjohet? Së dëgjohet zërim. Pajtë mullu. Okej, unë fakti thash
Brunës që nëse ishte mundur të bëni një takim me njerëzit që janë aty në atë zonë, jo me do thjesht me njerëz, se për takim me njerëz, shumë njerëz kemi më mbrapa për çështje tjetër. Dhe doja që të flisja me ju. Ju më keni dëgjuar, unë kam dëgjuar plot që flasin emrin tuaj, por juve nuk ju kam dëgjuar. Kështu që thash të dëgjoj, përderisa jeni aty. Kështu që keni një mikrofon tjetër apo me një mikrofon do bëjmë lajthaj? Okej. Atëherë, S'ka problem, mos u ços. jo. Quhem Gentian Moçka. Jam një nga familja Moçka në Novosel, një nga pjesëtarët që pretenduesit e pronës ku është vënë gardi. Është folur shumë, siç edhe ju thatë, të gjithë kanë folur përveç se ne. Unë kisha një, si vetë si persona, po kam një vërejtje personale për juve. Çështja jonë është akoma duke u gjykuar. Unë pas nesër jam në gjyq për kthimin fizik të pronës. Ju para një jave keni thënë që ajo pronë është e trashëguar dem baba dem. Mua më vrau, sepse u duke para gjykuar, u duke sikur unë tani çfarë të pres prej gjykatësit. Kam të drejtë për mbjat prona, po s'kam, do ta vendos gjykata. Fakti që mua më kanë sorollatur për 35 vjet, 25 vjet luftoj i mat, derisa vdiq me këtë plagë, pastaj ma la mua. Është diçka, tregon diçka. Ne s'kemi folur, nuk na ka intervistuar askush. Fakti që s'kemi vrarë, s'kemi prerë dhe s'kemi bërë kontraband armësh, nuk do të thotë që s'duhet edhe të intervistojmë për televizion. S'kemi patur zë. Dhe u ndjeva vërtet i atakuar, i prekur nga disa deklarata tuaja. Do të thonë që unë kam thënë që prona është e Ju trashëguar. thatë në deklaratën e parë, para një jave keni thënë që kjo tokë është e trashëguar dem baba dem. Edhe një, jo, nuk është e vërtet. Të ta shpjegoj unë tani, se fjalët kanë peshë të madhe, nuk thonë kot gjua, kot s'ka po kot s'ka thyen, kështu që unë jam shumë i kujdesshëm me fjalën dhe unë kam thënë që prona është e kthyer den babaden. Është kthyer shumë vite më parë, nuk është kthyer nga kjo qeveri, ose më saktë se qeveria s'kthen prona, po nuk është kthyer nga në këtë periudhë të kësaj qeverie, është kthyer den babaden, kam thënë. Si dhe pronat e kthyer janë prona që janë të trashëguara. Kështu funksionon ligji. Kthehen pronat e trashëguara me ligj. Pastaj, a ka kthime të gabuara ose të padrejta, me siguri ka plot, nuk diskutohet, por këtë nuk e vendos unë, këtë nuk e vendos qeveria, këtë nuk e vendos hipoteka, këtë nuk e vendos asnjë agjenci që merret me zhvillimin e pronës, këtë nuk e vendosin noterët kur noterizojnë kalimin nga një prone nga njëri te një tjetër, këtë e vendos vetëm gjykata. Apo jo. Kështu që ndjesin nëse je ndjer i lënduar, po s'më ke kuptuar si duhet, sepse unë nuk përfaqësoj pronarët. Për dijenin tuaj, unë nuk e kam takuar kurrë asnjë nga pronarët që përfliten, si pose që janë pronarë dhe përfliten që s'janë pronarë, asnjë. Nuk kam iden fare, hiç fare për çfarë marrëveshje kanë bërë investitorët me pronarët, është një çështje private. Dhe nëse ju ktheni në kohë kur ka dalë për herë të parë shpreha e interesit nga ana e
familjes së presidentit të Shtetet Bashkuara për Shqipërinë dhe kur është folur për Sazanin dhe për Zvërnecin, unë e kam thënë shumë qartë që në atë kohë Sazani është një çështje e qeverisë shqiptare, për sa i takon marrëveshjes dhe për sa i takon mënyrës se si do të shkohet nga ripamja e marrëveshjes, ndërsa pjesa përballë Sazanit është një çështje private, pronarësh privat. Dhe pronarët privat merren vesh privatisht. Kështu që Shqipëria shitet apo nuk shitet kur vjen puna tek pronarët private, këtë vendosin pronarët, nuk e vendosin as qeverit, nuk e vendosin as protestuesit. Pjesa tjetër është siç ka vijuar. Pra, marrëveshja e shitjes që do thotë kur agjencia përkatëse që merret me lejet apo me master planet, kur merr një shprehje interesi, kërkon hipotekën. Apo ke apo s'ke hipotekë. Që ke apo s'ke marrëveshje me pronarët që figurojnë në hipotekë. Ka pretendent në Shqipëri sa të duash që nuk i kanë me hipotekë pronat, po i kanë me pretendimet e tyre, me letra, nuk e di, pa letra nuk ka rëndësi. Dhe veprimtaria e agjencisë në këtë rast është veprimtaria e bazuar tek çfarë është paraqitur dhe çfarë është verifikuar, siç verifikohet çdo proces në hipotekë. Jemi dakord deri këtu? Në rregull. Mund ta mbaroj? Jo, ti mund patjetër, po ta mbaroj. Kjo është pjesa që ka të bëjë me atë që shtrove dhe që ka të bëjë me sjelljen e shtetit. Dhe për sa kohë ajo tokë është një tokë e bler nga investitorët, ajo është tokë e investitorëve. Për ligjërisht për shtetin. Tani, pjesa tjetër që ka të bëjë me a është e pronarit, a s'është e pronarit, në këtë rast, se aty janë disa shitje, apo jo, nuk është vetëm një. Në këtë rast, për një subjekt nga disa që kanë bërë shitjen e pronës, ka rezultuar që ka një hetim për subjektin prej disa kohësh, se disa, 1 vit, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, nuk e di. Dhe për këtë arsye është bllokuar fondi që kanë paguar investitorët. Por ama transakcioni ka ndodhur. Pra investitorët janë pronarë sot. Fondi është bllokuar. Që do të thotë në këtë rast, fakti që ka pasur një hetim mund të jetë jashtëzakonisht pozitiv për çdo qoftë që mund ta fitoj me gjykat pronën. Nëse sepse hetimi nuk bëhet se këtu u bë një çamur e madhe, çorp. Hetimi nuk zhvillohet për kompaninë, hetimi nuk zhvillohet për investimin, hetimi nuk zhvillohet për projektin, hetimi nuk zhvillohet për zhvillimin atje. Hetimi ishte një hetim në proces, është një hetim në proces për një individ, një subjekt që ka shitur pronë. Dhe për këtë arsye, pasi ka marrë të gjitha të dhënat nga agjencia jonë e kontrollit të përpastrimit parave, që ka bërë gjithë verifikimet për burimin e fondeve të investitorëve dhe që verifikimet e agjencisë bëhen në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, SPAK-u ka lëshuar transakcionin, por nuk e ka lejuar, e ka çuar në konton përkatëse të noterit. Dhe te konto e noterit ajo rrie bllokuar, kështu ndodhin në botë plot. Rrie bllokuar atje derisa të sqarohet pozicioni i individit në fjalë me drejtësinë. Dhe në rastin konkret, nëse në këtë proces juve që thoni jeni në gjykat, apo kushdo qoftë tjetër që ka pretendime do të shkojnë në gjykat, nuk mund të vi
të pretendojnë rrugë. Do të merrni nga gjykata letrën që jeni pronar legjitim trashëgimtar, atëherë ju do keni akses në atë fond dhe do merrni paratë. Shumë faleminderit. Shumë e qartë, sepse historikun unë vajta disa... Historiku nuk është për mua. Historiku i shitjes apo i blerjeve, unë jam shumë i qartë, sepse e kam ndjekur vetë, jam vetë jam personi që po merrem përfaqësuesi i familjes. Ajo shqetësimi që kisha ishte mos ndërhyrje, të mos, sepse u është bërë shumë zhurmë e madhe. Asnjë nga fisi ynë nuk ka qenë tek madhe. Më fal. Gjurma e radhë në këtë rast nuk të pengon fare, sepse edhe vetë procesi do jetë shumë më i fokusuar për të gjetur të vërtetën. Kështu që mbase jam gabim, por tani kur kryeministri i vendit thot që ajo tokë është e trashëguar Dem Babaden. Edhe një herë tjetër. Jo, mbase jam gabim thash. Jo, po s'mund përsërisësh të njëjtën gjë pasi unë t'jap 20 minuta shpjegim. Unë edhe një herë tjetër. Unë nuk jam, dëgjoj, edhe një herë tjetër. Unë nuk jam certifikues i asnjë lloj prone, se unë se kam as kompetencën ta bëj të gjë. Të kërkojmë edhe neve që të mos ketë ndërhyrje dhe të mos ketë njerëz që i vën pikën mbi i përveç gjykatës. Të lutem me kë po flet tani se s'po të kuptoj. Duhet të sqaroj veten, sqarova veten. Thash kush o çfarë po kërkoj unë. Me kë tani, me kë. Pra, tani me kë, jo si kryeministër, jo po. Tani nëse unë kam kurajo të vi këtu përpara jush, nëse unë lërë, dhe kanë zakon të vlorë që nuk e lëshojnë më mikrofonin. Edhe unë nga pjesa vlonjate kam që flasë gjatë, se lëshoj asun. Kryeministër jam ortodoksu, nuk jam andi nga... Kështu që nuk e lëshojmë, jemi ortodoks, e lëshojmë. Po që me të një jemi ortodoks? Edhe unë ortodokse kam pjesën time nga vlora. E pra? Po ju jeni vlonjate, ola? E kupton ti? Jemi ortodoks, është mua betë kotë. Ju jeni vlonjat. Ju jeni mbi fet. Madje, ju dhe Zoti jeni në garë se kush është Zoti. Kështu që lale, tani më na fut në këto. Mund ta bëj ta marrim me rast. Kam edhe një shqetësim të fundit, do me thënë. U sqaroj për të pjesë njëre. Unë u sqarova. Do me thënë dhe herë tjetër. Unë kam thënë është pronë e kthyer Den Babaden. Nuk kam thënë është pronë trashëgimtar, natyrisht prona e kthyer Den Babaden është pronë që bazohet tek një dëshmi mbi cilën është kthyer dhe është trashëgimtar, patjetër. Se kjo betejë pretendimesh për trashëgimtarët është apo jo? Unë nuk certifikoj kush janë trashëgimtarët. Unë di që është e kthyer Den Babaden. Kjo është e vërteta. E informacionin e keni të gabuar. Po çka kam të gabuar? Kur është kthyer prona? Po sepse s'është e kthyer Den Babaden. Kur është kthyer prona? Prona është kthyer në 2009 apo e di që është 2009. Jesh dhënë dikujt, më fal. Personit që mos më fut në histori, tani. Po tani jam pyetur. Jo, kur është kthyer tash? Nuk thash kush ishin persona. Jesh dhënë një certifikat pronësie dikujt. Po duhet fare më. Mund të them, o të lutem shumë. Kur është kthyer prona? Këtë më thuaj. Mos më fut në këtë histori. Këtë histori tregoj gjykatës. 2009, përpara se ju të vinit në 2009. Në 2012 në Biles, drejtori i hipotekë ka qenë shoku im i ngushtë, gjithsesi dhe nuk ka qenë i partisë tuaj. Po pse na fut në këto se s'po merr me partitë fare? Nuk thash këtë më. Po më lë të thash që është, e di çfarë është 2009 për mua. Në 2009 unë kam pasur flokët e zeza. Nuk kam pas kaq shumë, po kam pas të paktën sa ti. I kam pas të zeza. Është Den Babaden 2009. Kështu që në këtë sens e kam thënë, është kthyer. Tani mos bëjmë debat për një gjë që s'ka lidhje fare. Jo, se unë Den Babaden e di ndryshe, prandaj këtu jemi keq kuptuar. Po Den Babaden ti e di ndryshe, ti je vlonjat, nuk e di çfarë është Den Babadeni. Prandaj, kështu që dhe përsëris nuk po i shmangen fare të vërtetës që çdo pronë e kthyer është pronë që konsiderohet sipas ligjit një pronë e kthyer për shkak se prona të katakuar përpara se sa të merren nga komunizmi. Kështu e di unë se kthimin. Kështu jo unë këtë di. A i takon pasaj e si takon? Ati që ju thoni si takon? Apo të takon ty që thua më takon këtë se vendosun? Po pra, këtë thashtë unë, po në regull. Por ama për ligjin, për shtetin, për marrëdhëniet,
marrëdhënia nuk mund të rinë në ajër, se the edhe një gjë tjetër që është e rëndësishme. Se nuk mund të rinë në ajër një marrëdhënie pronësie. Ti në gjykat mund të shkojmë gjithë ne, mund të rrim gjithë kohës në gjykat. Por ama për sa kohë ka titull pronësie, jeta vazhdon, gjykata vazhdon. Një pronë bllokohet vetëm me sigurim pa dije. Nëse gjykata thotë stop, kjo prona bllokohet, është mohabet tjetër. Si lidhje ka se në gjyq, vazhdo gjyqi. Nuk është shteti, nuk e përcakton këtë gjë. E pra, në rregull. E mori e kërkoj lejen përpara ai. Megjithatë më mirë kështu. Më mirë kështu. Një herë majtas, një herë djathtas, megjithëse ju jeni gjithë djathtas. Po, vazhdo. Po, urdhë. Jam Inella Balliu, një nga pronarët e Zvërnecit. Pretendent. Pretendent. Po. Faktikisht, ajo pronë, ashtu që tha ai parafolsi, është grabitur me dokumentat falsifikuar dhe këtë. Nuk është fare çështja ime. Nuk është çështja juaj, jam plotësisht dakord. Në rregull. Nuk është çështja juaj, është çështja e drejtësisë së korruptur tu tek ne. Edhe një herë, mos tani, unë kam ardhur të flas në emrin tim dhe të mbaj përgjegjësi para jush për çdo gjë që ju doni të dini lidhur me raportin e qeverisë me këtë projekt. Çfarë të doni ju, unë jam këtu t'ju them juve. Kam ardhur t'ju dëgjoj. Po fillove drejtësia e korruptuar këto. Nuk do bëjmë histori, nuk vjen keq. Se në radhë pa ju faleminderit që keni ardhur. Dëgjoj tani, të them gjë unë ty? Po. E besoni juve që ne kemi një zonë, nuk po them se ku, që kemi pronar në det? Ha? Po, çuditëra ndodhi plot. Po, tani në det, jo, po i kemi pronar, kemi parcela në det. Jo këtu, në një zonë tjetër, në det. Se parcela të kufizuara mbi tokë, jeshile, gjysmë jeshile të kafe, edhe mbi Shkëmbin kam parë pronar, që i kam pasur të partë e tyre zoq që rinin mbi Shkëmb, po në det, blu deti, aty ka parcel, ka pronar. Pra, natyrisht që këtu është bërë nami me pronën, këtë nuk erëm ta zbulojmë sot ne. Dhe as nuk mund të them ty, ose se po i flas me ti. Inella Balliu. As po të them që s'ket drejt. Mund të kesh shumë të drejt. Problemi është që këtë të drejtën ku e gjen vetëm te drejtësia, çfarë të them? Unë nuk kam qenë gjykatës vetë. Dakord? Këtu ka dhe shumë gjykatës që kanë prona, apo jo? E di ti këtu? Jam plotësisht dakord me atë që thatë ju. Sepse pavarësisht nga drejtësia këtu, dhe në radhë parë unë thjesht ju falenderoj që erët pak të dëgjoni edhe zërin ton. Sepse deri tani na është mohuar. Jo. Kush ja u ka mohuar, shkoni kërkojeni. Nuk e kërkoj tek ju. Mua s'më mohuar zëri. Mua po më mohohet edhe origjina. Se ai të paktën e tha, jam tani unë. Se cili tani me zërin e vet këtu në këtë bolorie, kupton? Kështu që ja ku jam unë, kam marrë të dëgjoj. Po, dhe thash në radhë dytë, do të falenderoj dhe deputetin Ardit Bidon që e ngriti, që flet me emra konkrete kush është pronari. Ka fol me emra konkrete, si është vjedhur prona dhe di shumë mirë. Një, dhe e dyta, po fal, dhe e treta. Jo, se i kam shumë rëndësi. Ardit Bido është deputeti ynë. Po, pra. Dhe më ka thënë, unë dua të fol ti je në drejtën tënde të flasësh atë që ti mendoni, thash. Por Ardit Bido nuk është gjykatës. Ardit Bido nuk ka... Absolutisht jo. Atë vendon gjykata. Prandaj prona është proces gjyqësor dhe aty nuk duhet të kishte filluar fare asgjë. Jo, këtu kemi mendim. Pse? Jo, s'është punë opinioni kjo. Se vetë ta përsëris. Proceset gjyqësore janë procese në të drejtën e gjithë secilit. Nesër dikush mund të hapi një proces gjyqësor për këtë godinën ku jemi ne këtu. Ka të drejtën vetë ta hapi. Po kjo nuk do të thotë që me që ai ka hapur proces gjyqësor atje, kjo godina këtu nuk mund të shëmbë dhe të ndërtohet një shkollë. Për sa kohë proceset gjyqësore janë në rrugën e tyre dhe nuk ka vendim nga gjykata që çështja për të cilën është hap procesi është një çështje që duhet të ngri, vazhdon jeta, se kështu i bie që të gjithë shkojnë hapin proceset gjyqësore dhe këtu s'bëhet më asgjë. Kjo është ideja, prapë. Thash edhe një, për sa i përket dhe asaj që thatë ju, për projektin, ne jemi dakord për zhvillim, se s'do që të rrim si dikur në përmale. Kur botë ecë përpara, ne të rrim brapa. Jemi dakord që projekti të zhvillohet duke ruajtur të gjitha parametrat përkatës.
po në radhë parë të ketë prona tek pronarët. Të kërkoj, mazgi tjetër. Edhe një herë. Prona tani më është shitur dhe ka pronar të tjerë, që janë vetë investitorët, të cilët kanë ardhur, kanë takuar, kanë parë letra, ta kanë gjetë nuk e di, mbi bazën e letrave dhe kur ata janë paraqitur tek ne, kanë sjellë të gjitha letrat, se dhe ajo që dhe gjëja që bën agjencia i verifikon të gjitha me kadastrën, kadastra i kanë nxjerrë të tëra, ka thënë po këta janë, kjo është. Kupton, nga ana e letrave është ndjekur procedura si për të gjithë të tjerë, siç bëhet për gjithë. Tani fati në këtë rast i juaj se mund të kishte ndodhur dhe ndryshe. Mund mos ishte fare në hetim personin fjalë ose mund mos kishte asnjë lidhje spaku që ka hyrë në këtë proces e përsëris krejt natyrshëm, po jo për projektin. Mund mos kishte. Dhe sot nëse juve do shkonit, nëse gjykata do t'ju jepte juve të drejt, juve përsëri do drejtoheshit e shteti dhe do t'ishte shteti që do duhet juve t'ju kompensonte. Por natyrisht, jo njësoj siç do në të rast. Tani fati këtu është, në rast se keni drejt gjithmonë, unë se përcaktoj. Fati është që në qoftë se juve dilni vërtet nga gjykata pronar, parat që janë të ngrira nuk i shkojnë ati që si takon, i jepen, i konfiskohen dhe bëhen para të shtetit, dhe shteti natyrisht merret me pronarët, po ke letrën ti, po urdhro, kjo prona jote është shitur me kaq, urdhro lekët, merre, vazhdo punën. Po si dakord jemi me këtë? Po më rregull, po të që. Po e kam thënë, si në qoftë. Dakord i keni thënë ju, po si po veprot konkretisht po themi ne, se unë kam bërë që vjet, më falë, kam bërë që vjet, kallëzim penal në SPAK për këtë hajdutët dhe prap SPAK sot u kujtua për këtë gjë. Po tani, kjo është një gjë që duhet nuk mund ta zgjidhni dot me mua këtë, se këtë punë e SPAK-ut besoj e kemi ndarë. SPAK-u ka punën e vet, ne kemi punën tonë. Ata janë pushteti i pavarur. Edhe një ju faleminderit një që na dëgjuat. Jo më se s'është asnjë, s'po i bëj asnjë nderun juve, po. Thjesht i thash, po nëse duan të vinë të flasin, unë jam për të folur, se e thash atë ditë, unë kush do të flasë jam për të folur, jo ne nuk negociojmë, po s'negocioj unë njëri pari, se nuk është puna se unë kërkova të negocioj me njëri. Jo ne nuk negocioj, po s'negocioj unë njëri pari. S'kam çat negocioj me askënd. Po për të folur nuk diskutohet, dhe për më tepër i thash Brunës, njerëzit që nuk mos në sill njerëz i thash që ti mbledhin nga Vlora. Nëse ata që janë atje dhe që kanë këto shqetësime reale duan të flasin, të bëjmë pyetje, unë t'i them atë që di, bujrum. S'kam frikë të përballem me asnjëri, për sa kohë jemi kështu, secili thot vetëm, po jo me ulërima, jo me çarje, jo me të tjera. Jo për gjë se ato nuk më bëjnë të ndryshoj mendim dhe më shtojnë jetën, dhe duke më shtuar jeta, këta që duan më heqin do durojnë shumë më tepër, do duhet presin shumë më tepër. Këtë është puna. Ju përshëndes. Jam Kostaq Konomi, kryeplaku i fshatit Zvërnec. Për sa i përket çështjes së Zvërnecit, pak a shumë ini ndjeni. Është një problem pak kompleks, por që duhet zgjidhur, besoj. Si është situata? Me ardhjen e demokracisë, të lutem. neve... Të lutem. Jo, të lutem. Jo, po këtu është çështja. Jo. Po këtu është problemi. Jo. Se unë mora letër. Të lutem. Mora letër. Jo, të lutem. E di pse? Po? E di pse? Jo se ti s'ket drejt. Jo se ti s'ket drejt. Po mua më kanë një sekond. Të lutem. Dhe ma hoqe me pa drejt. Kush ta hoqi? Dikush tjetër. Dikush tjetër, pra. Unë kam ardhur këtu, një sekond, edhe një, unë kam ardhur këtu, një sekond. Unë kam ardhur këtu t'i vë fytyrën gjërave për cilat përgjigjen vetë. Mirë, mua do më përgjigj. Dhe po të më kishit zgjedhur më parë, mbase do kishin shkuar gjërat më mirë. Më zgjodhet në 2013, unë përgjigjem nga 2013 e këtej, dhe po, veqesh pra, po kështu është. Po atë tjetërën, kush ta paguaj? Atë tjetërën, kush ta paguaj? Të marrë vesh mua në 2006-ën, e të me që nga rike të ullish të të kuptoj shumë mirë unë ty, po më thuaj si zgjidhet. Dhe pyetja e dytë, mirë këtë e zauruam. Pyetja e dytë. Aje e shiti, unë kam një madhe shita. Po.
Ai tjetri e bleu. Në mirëbesim. Ky që e bleu. Në mirëbesim. Në mirëbesim, Patjetër. le të paguaj. Si të paguaj? Po unë kur blej një shtëpi, vetë kontrolloj dhe dritat janë paguar apo jo. Ai pse në kontrolloj që Për kjo kë- tokë është e azëruar, e grapitur Për kë po thua? edhe është në gjyq. Për kë po Për thua? Zvërnecin, për Edhe tokën një e herë, Zvërnecit. se po kuptohemi. Si? Ja pra ta Ky që e bleu ai, ja, ai të ta paguaj. shpjegoj unë. Dakor jam. Po ta shpjegoj, unë e shpjegova, po tani do po ta shpjegoj jo, prapë. Jo, këtu s'ke shpjeguar. Mirë. Ja të shikojmë, të dëgjoj. Po ule pak mikrofonin, paktën që se kur thua po të dëgjoj, dhe mba mikrofonin kështu në fakt s'po më dëgjon, po pret vetëm që të më godasësh. Llokoj, jo. Ashtu. Ule mba, pastaj ngrihe pra. Edhe herë. Marrëdhëniet juridike dhe marrëdhëniet e pronësisë bazohen mbi letra. Dakor? Ashtu. Shtëpia, po marrim shtëpinë. Ti ke një shtëpi. Po. Ti ke një shtëpi dhe në letra figuron e jotja. Ndërkohë, më falë, se po bëj krahasim. Po, ndërkohë, dy vëllezërit e tu, ty të kanë hedhur në gjyq. Se ata pretendojnë që shtëpia është e tyre. Pra, ti thua, këtë shtëpi, kjo shtëpi është e imja, ja ku janë letrat, ky është babai, ky është gjyshi. Ata thonë, babai ty të ka bërë lanet. Ka lidhje me këtë fare. Po si e do t'i lidhjem për shumë? Hajde. Lidhja është kështu. Që unë kam titull pronësie. Edhe një herë, e Këtë ke titull një sekond. pronësie është i detyruar Një shteti, sekond, sepse një sekond. Një sekond. Jo, një sekond. ai Po një që do ta sekond, mor zbatoj zotri. ligjin është Titullin e pronësisë. Pushteti Një është- sekond. Është Këshilli i Ministrave apo Një sekond. dikush Titullin e tjetër? pronësisë, një sekond pra. Gjykata ka tjetër. Prandaj mua duhet ma zgjidhi problemin shteti. Është ai Po më shteti do t'i zgjidhi, po apo më jep është përgjigje. policia, apo i Më jep Filloni? titullin- Unë nuk dua të vete unë. të më pres jep ky tjetër. përgjigje. Titullin e pronësisë. Nuk E është ashtu. Si? po Si që po s'bëjmë dot muhabet atë. Do ta zbatoj shteti, nuk e di unë. Ta zbatoj Berisha, ta zbatoj ai tjetri. Kush ë? Ju s'keni faj. Ju s'keni faj. Nuk është puna fajt. Titullin e pronësisë. Ti po flet pse s'ta vun atëherë në kadastër. Po, Po këtë po më lër pra se s'po më lë të shpjegohem. shteti është O zotri, më lër, Më fal. po tani Të çfarë? sqarohemi, sepse kjo letra që kam unë. Po e kuptoj, nuk më- është vetëm te dora ime. Është në komunë, është Edhe një herë tjetër. pasi- Po s'është në kadastër. është në Po s'është në kadastër. Është në kadastër, të sjell unë. Se i kam kërkuar porosia ime. Ku Ore, nuk e ke, ore- në kadastra AMTP-ja. Edhe Sepse a jo ta nuk sjell unë. o Xhan, të lutem më lë. Po mirë më dakord Jo, tash. duhet Po i vëm një kokë kësaj. po kok pra po nuk i vëm dot kokë nëse nuk më dëgjon. Po jo të bredhën gjyqeve dhe shti, kam qenë 2006, bredh gjyqeve pagoj para tot. Da atje do bie të përgjigje shteti. Pse të bredh gjyqeve? Gjykata, po, jam dakord. Gjykata është e veçantë, është pushtet veçantë. Po si atë? Ama atë zgjidhet Pse bre pushteti. si Ai ta ka bëj? fuqi, Si ka ta të bëj? gjitha. Si? Si? Sepse aty ku ti një sekond. Të gjitha AMTP-t që janë me të gjitha me ato projekte topografit me të gjitha të regjistruar. Ky është zgjidhja më e mirë. Po. Ndërkohë, Shumë e thjeshtë. AMTP-ja jote bie mbi një pronë të regjistruar. Jo, u regjistruan 2006. Po të lutem pra tani po o ti po Ai më rritë nga varike, mua mbreu tjere, kur vetëm u bëj edhe një herë tjetër. kërkesë, më thotë jam bivendosi. Eksakt. Po si s'është eksakt. More nuk po të them që nuk është grabitje. Nuk po ta them këtë se vendos unë. Po të them, kam një orë që të them, ky është problemi. Ti ke një titull që ti thua, ky siç e ka zotria, siç e ka po pse s'më lë të flas më burr tani se ç'është ky zakon që po tani më akuzoni të tërë që unë s'lë njëri të flasi. Unë ju dëgjoj, ju s'mlini të flas. Po le tani vetë të flas. S'ka funksionuar. Po o shiko shteti, dëgjoj. Në rregull. Dëgjoj, unë jam në rregull. Po mirë, me që jam në rregull, më lë të flas. Me që jam në rregull, ta them dhe unë fjalën time. Në 2006, edhe një herë, siç të ku. Prandaj më lër të ta shpjegoj. Edhe një herë. Ti ke një titull pronësie. Bukur. Kushtetus.
duhet theksuar. Po mirë, më kushtetues. E do kushtetues ti? kushtetues e Kushtetues, dakor. Dhe kush ka shkelur kushtetutën të përgjigjet. Kush ka shkelur kushtetutën do përgjigjet, dakor. Të dalë para gjyqit. Bukur. Po, problemi është që ne kemi zgjedhur një sistem që se çfarë është kushtetuese dhe nuk është kushtetuese nuk e vendos dot partia në pushtet, nuk e vendos dot qeveria, nuk e vendos dot kryeministri. Se unë e kuptoj ku ma hedh ti llafin. Por unë nuk. Po pse s'më lë të flas më? Sepse ligji kur thot ai që zbaton ligjin është qeveria. Jo, ligji nuk e thot kur këtë. Nuk e thot kur këtë. Atë ligji. Kush zbaton ligjin? Unë po të ngul një hu atje në parcelën time pa leje, mua më marrin më futin brenda. Po pse s'më lë të flas më burr? Edhe unë të sqarojmë. Po s'kuptojmë pas blet flas. Ja prapë. Se nuk dua tash të bëj debat. Dua të dëgjoj. Njerëzit në qoftë se nuk zgjidhet ai problem, do marrin çfarë dëre do ngulin për parcelë. Dhe ti çfarë do i bësh si qeveri? Do të shkulish? Po. Atë Nëse ata një sekond. Po nuk bëhet ky muhabet kështu. Do më lësh të flas tani? Merja mikrofonin të flas unë se do flasin e tjerët, se e morë peng mikrofon. Më lër ta mbaroj tani. Se nuk tani ti më thua këtë drejt. Më thua këtë drejt se kjo gjë ka ndodhur në 2006. Po pse s'më lë të shpjegoj pse unë nuk kam fuqi ta ndryshoj gjën e 2006-s, po këtë fuqi e ka vetëm gjykata. Kjo është që po të them, s'po të them asnjë gjë tjetër. Dhe për sa kohë nuk ke një vendim gjykate të formës prerë që gjithë ky tregimi reflektohet në një tillë pronësie që e ka vullosur gjykata, për aq kohë pronari është ai tjetri që e ka me hipotekë. Dhe mbi vendosja nuk është vetëm se kjo vlen si bisedë për shumë shqiptarë që e kanë këtë hall. Se është bërë çorp shumë e madhe me pronën në vitet 90 sidomos, po edhe më pas. Dhe këtë e dim të tërë, çorp shumë e madhe është bërë. Tani nuk mundet dot gjithsesi që të bllokohet veprimtaria e shtetit derisa të gjendet e vërteta për çdo pronë ku një pjesë mund të jenë vërtet. Një sekond ta mbaroj. Të gjendet fajtori. Të gjendet fajtori e gjen prokuroria, e gjen gjykata. Qeveria nuk ka e ka të ndaluar madje të merret me të punë. Kur thua shteti ti mendon shteti jam unë dhe është partia në pushtet dhe është qeveria. Shteti janë tre palë. Shteti është parlamenti, shteti është qeveria, shteti është pushteti i drejtësisë, është pushtet në veta i komplet. Pushteti i drejtësisë që ka qenë një pushtet vëja emrin si duar, do t'ja vësh kriminal, dakord, kriminal, po ja vëm. Në gjithë këto veprimtari kriminale që ka bërë, ai pushtet ka lënë gjurmë mbrapa, ka krijuar titull pronësie. Të shkosh tani ti biesh atyre titull pronësisë, duhet prapë t'i kthesh nga ai pushtet, duhet të ta thotë, nuk ta them dot unë. Nuk kemi ne mundësi të fshim në kadastër prona e të vëmë prona, sepse ti thua është fshatari. Patjetër, fshatari ka drejt në vetë të thotë unë kam këtë letrën, ama kur letra nuk vjet dot në pronë, aty poshtë del një pronar tjetër, ai pronari që aty poshtë është pronar për sa kohë gjykata nuk i ka dhënë drejt ti tjetrit dhe pastaj hiqet ai tjetri, vjet ky tjetri. Për cilën gjykatë po flas. Edhe një herë, nuk po të them o vllai im, nuk po të them o vllai, unë po të flas o vlla, unë po të flas për gjykatën. Unë po të flas për gjykatën në tani do të bësh mua të çaj gjykatë, unë gati jam. Po do më prish punë me Europën. Po mos më fut në sherr me Europën prap. Unë gati jam të bashkohem me ty. Po problemi është që po si ta bëjmë? Po mirë, ja dakord. Hajde bashkohemi bashk, ti gjejmë shtëpinë gjykatës tuaj tani. Ne ja gjejmë shtëpinë. E po e kapëm ne të dy, bashkë me këtë tjetrin nga mbrapa, gjykatësi nuk ka asnjë shans. Problemi është, kjo është demokracia. Demokracia është kjo. Po si? Nëse i hym kështu, pastaj i bie që po kërkoni nga po më merr. O sapatatë nxehta më kanë po s'është, po më rrego çat them. Po çat them unë shkreti.
Unë di këtë, fuqia ime si kryeministër mbaron aty ku fillon fuqia e gjykatës. Më fut mua tani të shajmë gjykatat, merrem me gjykatës, se pastaj i bie që në fund të fare, po ndetim ne këtu duke marrë me ata, do vinë na kapi të dyve pastaj. T'ja lëm dikujt tjetër, ka dikush tjetër të thotë diçka, t'ja lëm dikujt tjetër? Përshëndetje, zoti kryeminist. Edhe unë jam pjesë e komunitetit të Yzyqes. Nuk ka kush Yzyqes, së vogël. Nuk ka kush, po ka plot, po në Yzyqevi tjetër. Unë jam me i vogël. Nuk ka asnjëri që të thotë tu që s'jemi dakord të bëhet ky investim. Ky investim është shumë i mirë, sepse investimet kur pasojnë njëri tjetrin janë shumë të mira. Siç është për shembull aviacioni që po ndërtohet edhe ky aeroporti. Edhe ky lloj biznesi që është biznes shumë i fuqishëm, me kosto shumë të lartë, është shumë i mirë. Por u deshi shpjegim juridik i cili u bë fal edhe takime që bë me kryetarin e bashkisë, edhe me të dërguarët tuaj. Dhe njerëzit po thuaj se u sqaruam edhe ne vet, pastaj edhe pjesa tjetër. Ka të drejtë gjithkush që të pretendoj, unë jam në respekt për atë që pretendon për pronën, jam respekt për mjedisin, ta mbrojmë, jam respekt edhe për komunitetin, sepse biznesi ka lidhje me komunitetin, bashkojnë të dy, ndihmojnë njëri tjetrin, ushqejnë njëri tjetrin, dhe nuk duhet të ndodhë ajo që por kalojnë gjërat. Tani, unë jam një pjesë që them jam dakord. Si unë ka plot. Jemi shumë pjesa më e madhe, pjesa turmose. Unë nuk mund të flas emër tyre flasin të lart tjerë. Kështu që ne faleminderit çka keni bërë dhe çfarë do bëni. Këtë e ke futur tim duket. Jo më bëj shaka, po tani se kam edhe shumë mirë me kryetaren, se kam mirë muhabetin. Se ke mirë me kryetaren. Jo, se kam. Po mirë, më dakord. Çështja është ka pyetje të tjera që mund të jenë për pronën, mund të jenë për zhvillim, çfarë doni ju? Më bëni pyetje ose keni gjëra të tjera për të më thënë mua nga këto që dëgjoni, nga këto që ju thonë, nga këto që se në fundit ju keni interesa të drejt për drejta te kjo zonë. Prandaj, jepja pak ti se me zi po pret flasi, jepja të. Po qa ke që? Qa ke? Biznes, me biznes në Vërnec? Jemi operator turistik. Lëre mikrofonin se ti je dakord me projektin. Jepja diku që s'është dakord. Jepja këti zotërisë. Geron Latifi, Vlonjat, edhe unë si a i zotria, kam lidh jetën me Zvërneci, nuk jam nga Zvërneci. Shumë mirë të zhvillohet zona. Ne e dim çdo me thënë zhvillimi zona, se kemi 25 vite që po e zhvillojmë një pjesë të asaj zona. Shumë dakord me ata që thatë juve, përveç një diçkaje. Gjithë këta njerëz të mirë, unë i njoh personalisht të gjithë, janë popull i qetë, i mirë, ndoshta një mënyrë e foluri jo ajo që doni ju. Jo, më unë thjesht, këta duhet të flasin eksakt si flasin, thjesht unë pretendoj të flas dhe unë mos më lëm pa folur, kaq. Sakt. Se nga këtë punë të folur s'tash unë, dhe kemi të dy palet njësoj, edhe unë se kam nga pjesa këtej të folurën që s'lë tjerë të flasin. Unë jam nga Labëria, kështu që të tonin edhe mund ta kisha edhe më të lartë, por të flasim logjikës. Do më falni për këto, desha kërkoja falje që në fillim do falë. Jo, më unë i përtita atyre. Nuk e lam se me pantallonat shkurtra, i thash edhe kjo më duhet, më dali nami që unë shoh njerëz nga pantallonat, po unë gjithë jetën i kam dashur njerëzit i veshin pantallonat si duan. Atëherë ju thatë që për sa kohë flet gjykata, unë hesht, juve. Po jam shumë dakord, ka ndalë pronar në det. Po, do t'i shikojmë të sheshi flamurit lartë e shtiza në një ditë, është e vërtet. Por, për mendimin tim, si shbëni një VKM për një rregullim, për një riorganizim të një pjese. Pse mos ta bëni një VKM? Stop. Dhe zgjidhet çdo gjë. Stop çfarë? Stop, anullim i asaj pjese. Ati që thot kam tokën në det, është pa dëgjuar. E pra, po ti besoje ose jo, këtë fuqi qeveria nuk e ka. Sepse ajo bën mu, por ama qeveria nuk e ka fuqin që të vendos
edhe për diçka që bën mu, kur vendimi i takon gjykatës. Sepse mund ta atëre po të hapet kjo rrugë, një vendim është i drejtë, 10 të tjera pastaj bëhen arbitrare. Kështu që për këtë arsye, demokracia, kushtetuta, gjitha i kanë ndarë. Me këtë deri këtu është qeveria, këtu fillon drejtësia. Dhe shteti, se thonë shteti nuk është qeveria, qeveria është vetëm 1 nga 3 pjesët e shtetit. Pjesa tjetër e shtetit është parlamenti, është edhe sistemi drejtësisë. Dhe ke sistemi drejtësisë edhe ne vetë kemi, nena merr vendim gjykata kushtetuese, na thot se çfarë duhet bëj parlamenti, që është një tjetër e fillon historia, por drejtësia, ndërkohë që gjykata kushtetuese duhet thot vetëm çfarë parlamenti mund të ketë bërë gabim në shkeljet kushtetuese, mund të parlamenti të bëj këtë, bëj atë, ktheu këtu, ktheu aty, kjo nuk ndodh. Por ja që kjo është demokracia. Demokracia është dhe akoma në formim, kështu që, por kjo e pronave është ajo që folëm përpara. Është një bolori e madhe që vazhdon të shkaktoj trauma, pasoja, padrejtësira, por si bëhet, nuk kemi një zgjidhje tjetër. Nuk mund të bëj qeveria, po ka drejt, merja pronon këti, jepi ati. Fshije këtu. Në det, nuk e egzagjeroj fare. Janë në det, blu, në një territor këtej poshtë. Po mirë, pse nuk dolën pronarët të skela? Se nuk dolën kur bëm lungomar, unë të skela kam kaluar çdo verë që kur kam qenë 2 vjeç. Aty ka qenë det. Dhe akoma aty është det. E pra ju e zgjidhët. A i dolën pronarët atje? Ju e zgjidhët. Po s'kishin ti duke në atë rast nuk e kishin, në atë rast kishin AMTP, i kishin në det AMTP-t. Dhe AMTP-t i kishin marrë në det se thoshin këtu nuk ka qenë det. Ore, dini ju që i ka dalë trashëgimtari teatrit të Butrinit apo jo? I ka dalë, e mendoni ju për shembull i dali në Greqi, Akropolit, ai trashëgimtari të shkoi të bëj protestë atje. I ka dalë teatrit Butrinit trashëgimtari në Shqipëri. Domethënë trashëgimtari i Virgjilit, çfarë të them unë? I ka dalë, është një familje që thotë duam gjithë parkun e Butrinit e kemi pas ne. Po kur e ke pas? Si e patë? Si të erdhen letrat nga koha e Greqisë lashtë? Se mirë nga Turku, hajde. I kam që nga Turqia, thonë ca. Qa të them? O shef, po kur juve thoni që kur janë ministri im, thotë qa të bëj unë, po unë qëfar dhe të bëj? Jo, ti asgjë. Unë s'kam qa të bëj Kur asgjë. s'bëjë do të asgjë, ti jo. Po pa tjetër. O është ndarë kjo punë. Është ndarë, doni të bëni një revolucion, ta ktheni prapë ku ishte, bëni, po mua më keni kundër. Është ndarë. Juve keni atë që e thret ai partia thotë ti, po, futja plumbin ati, jepi këti tjetër. Nuk e iku ajo. Shqyqyr që iku ajo, jem vete? Jeve pak atë. Përshëndetje, zoti kryeministër. Faleminderit që keni ardhur njërë deri këtu. Unë jam pjesë e biznesit në Zvërnec. Kemi vojtur shumë aty, kemi hedhur jetën në atë tokë. Jemi pro zhvillimit. Sa koke? Mund kemi mbi 25 vjetë në Zvërnec, kur toka ishte me 3.000 lekë. U futëm, investuam dhe i kemi çmendur fshatarët nga pretendimet. Gjithë fshatarët tani nuk flitet më me gojë nga investimet që kemi bërë ne. Në që kuptim? Në kuptimin që i dhamë vlera zonës. Jo me, nuk çmenden ata kur jepni vlerë, ata çmenden kur juve... Po e kemi gjetë me 3.000 lekë metrin katror. Ata çmenden kur juve i dhini plerat edhe i lini papastruar edhe ti ke biznesin, po le tani se plerat atje nuk i prodhojnë fshatarët që hanë në shtëpi. Ti ke në falë, nuk po të akuzoj ty, po ti ke biznesin, se nuk e di që biznesin ke, ti ke biznesin, ke edhe gardin, edhe ma ta në gardin janë plerat. Pse u çmendën fshatarët se u rritën vlerat? Tani, ne jemi pro investimit, lutemi, ose kërkojmë, të mos na i shargoni lekët nga zona. Që mos bëj? Të mos na i shargoni investitorët nga zona. Mos Të mos na i largoni, sepse... Por mbani pasër zonën tuaj.
me ndihmën e Mbani bashkisë. pasër sepse që ky na problemi erdhë më i dhe madh, dritat. problemi më i madh në gjithë të territor, jo vetëm atje, por në çdo territor janë bizneset. Për sa i përket pasërtisë. Se sasinë më të madhe të mbeturinave e prodhojnë bizneset, e prodhojnë hotelet, e prodhojnë restorantet, e prodhojnë dhe tani kjo është kryesorja. Pastaj mos ki merakti se çështja e investimit është çështje që nuk e përcaktojnë protestat dhe nuk e përcaktojnë ata që dalin në rrugë dhe thonë do vendosim ne se ne jemi populli. Si populli? Si po ata që votojnë çfarë nuk janë populli ata? Jo 5.000 veta. Jo 5.000. Po 500.000 të dalin në shesh. Nuk mjaftojnë. Sepse janë 800 e kusur mijë që kanë bërë marrëveshje me mua dhe në Partinë Socialiste. Për çfarë kanë bërë marrëveshje? Se zvërnecin në njerë që ky investim nuk doli sot papritur. Unë e kam thënë fushat. Do bëjmë një gjë kështu, do bëjmë një gjë ashtu, si? Patjetër do ta bëjmë. Si do bëjmë investime private, patjetër. Unë isha në po që ke këtë radio në xhep. Unë isha në Tivat, kam marrë direkt nga Tivati këtu. Tivati ka qenë vendi më i pazhvilluar i Malit të Zi dhe vendi ku nuk shkonin turistë se ishte bazë ushtarake. Një bazë e vjetër ushtarake Jugosllavisë, 10.000 banor dhe as turist, as drejt, as shejtan. Pa punësi, iknin gjithë rinia nga Tivati dhe fati që në fakt duhet ta kapte Shqipëria, sepse një investitor i madh kanades erdhi në Shqipëri dhe ka ardhur eksaktësisht pasi në periudhën që ne ishim në pozitë, e trajtuan në mënyrën më skandaloze, i kërkuan pjesën dhe ai u pa taks. Unë kam një orë takuar atë dhe bashkë investitorët e tij. Donte të bënte portin turistik në Durrës. Shkoi në Malzi, e mori me një herë ai tjetri që është njeriu që ndryshoi malezim ato investime. Sot Tivati ka 5 milion turist. E di çfarë është Tivati? Një gji. 5 milion turist në vit. Po nuk është puna se ka 5 milion turist në vit. Po Tivati është zona që kontribon më shumë me taksa në gjithë Malezi. Vetëm në Port of Montenegro janë 200 dyqane. Kush i ka dyqanet? Kush i ka? I kanë malazezët. Në anën tjetër, prona aty ishte 400 euro metri katror. Në Port of Montenegro ka vajt 12.000 euro metri katror, në pjesët e tjera 4.000 euro metri katror. Tani natyrisht që nuk blen dot dikush në Tivat kollaj, por ama për banorët që janë atje, po të duan të shesin për shtëpitë e tyre, ndërsa ata që vinë vërtet paguajnë, por ama e dini sa është pastaj e ardhura që vjen nga taksa që merret mbi pronën? E dini sa është ardhura që marrin pastaj nga të gjitha taksat e tjera? Ndërkohë që sistemi i shërbimeve, gjithë bizneset e vogla, gjithë njerëzit që kanë morë taksie, morë shofer, morë peshkatar, morë fermer, rreth e rrotull, madje atje bëjnë në Port of Montenegro, bëjnë fat fermer shqiptar. Nga ana tjetër e kufirit, se atje s'kan shumë prodhim. Shkojnë nga ana tjetër e kufirit dhe kanë kontrata atje në Port of Montenegro me fermerët shqiptar që i paguajnë. Dhe gjithë kjo gjë është ekonomi. Dhe është diçka që se kjo i teoria që do na vinë të huajt. Si do vinë të huajt? Po patjetër do vinë, patjetër. Po pse 12 milion të huaj
që vinë vizitorë, qofshin ata shqiptarët që kanë marrë pasaport tjetër dhe vinë për pushime dhe konsumojnë këtu, ku i çojnë ato para? I hedhin në det. Për çfarë i konsumojnë? Do hanë ata? Çfarë do hanë? Do hanë çfarë prodhohet këtu. Po kur marrin transportin, taksitë, furgonat, kujt janë taksitë e furgonat? Po kur pastaj më tutje ikin edhe shkojnë presin bileta në për këto sajtet arkeologjike, shkojnë këtej, shkojnë ande. Është e vërtetuar kjo gjë. 1 euro që futet në një resort është baraz, për çdo euro që futet, është 1.6 deri në 2 euro që hyn jashtë resortit, në komunitet. Dhe fati më i madh i gjithë këtyre zhvillimeve është fati i komunitetit rreth rrotull. Pastaj edhe i gjithë zonës. Malizia është një vend i vogël. Një Porto Montenegro ndryshoi gjithë. Po pse Malizi ka pagat më të larta sot në rajon? Prej vitesh. Pse i ka pagat më të larta? Pse ka pensionet më të larta? Ata nuk kanë bujqësi fare. S'kan ata, nuk prodhojnë. Ata s'kan fabrika. Nuk kanë asnjë, nuk prodhojnë raketa, nuk prodhojnë tanke, nuk prodhojnë makina, nuk prodhojnë pjesë këmbimi për traktor, nuk prodhojnë fare. Ata kanë turizëm. Dhe janë, pse? Vetëm sepse shumë përpara nesh filluan të merren me këtë punë si njerëz dhe ata që i përzinim ne këtu shkonin atje. Në momentin që ai investim fillon, bizneset tuaja që jeni aty rreth rrotull, bizneset e Vlorës, po jo bizneset e Vlorës në Lugomar, po kudo, lumi Vlorës, Vranishti, Himara, impaktohen në një mënyrë të jashtëzakonshme. Me ekonomi, me para, po them, nuk jo impaktohen, me para. Janë motor të jashtëzakonshëm zhvillim. Që mos them pastaj se çfarë sjellin nga pikpamja e imazhit dhe çfarë sjellin nga pikpamja e gjithë atyre njerëzve të atij niveli konsumator që vjen. Ata argjojnë në për resort, argjojnë shumë fish se sa argjojnë një turist që vjen këtu me bukë me vete. Dhe të gjitha ato ku shkojnë? Kush i merr? I lën këtu. Po kur thonë që do na vinë nga India, do na vinë nga... Po, të gjithë, ju jeni vetë biznes, të gjithë hotelet vuajnë për punëtor dhe paguajnë si në Greqi edhe më shumë se në Greqi. Tani, këta që dalin atje në rrugë dhe thonë Shqipëria është e imja, mos ma prek. Këta i duan pagat si në Amerikë në base. Po jo si në Amerikë, në një vend, i duan si në Manhattan, nuk e di që duan këta. Sepse realisht pagat në sistemin e turizmit ton janë si në Greqi ose më shumë se në Greqi. Këtu nuk është më pyetja sa t'jap. Këtu pyetja është a do vish të punosh. Dhe kjo nuk është një gjë që është vetëm në Shqipëri. Fenomeni i punëtorëve që vinë nga jashtë është fenomen i përgjithshëm. Greqi, Itali, në Filipine janë në radhë të gjitha shtetet e Evropës për të marrë punëtor. Edhe ne atje jemi në radhë. Ka nevojë për krah pune, kjo si do bëhet. Po kjo nuk do thotë që këto rezortet që vinë si edhe në punëtor të huaj, jo më këta rezortet që vinë në Tivat, të gjitha ata që takohon atje, me sportele, me kamariere, ishin malezes. Të gjithë. Edhe i pysja. Ka lezet, marim rogën të mamë. Marim sigurin shoqërore, marim gjitha në regull, nuk kemi, edhe më tha një ideal aty, ku të shkoj unë tha? Ku të shkoj? Pse tiki unë tha në Dubai ose në Abu Dhabi të punojnë kamarierë? Kemi shkuar aty dhe kemi bërë trajnime, se tani kanë blerë arabët atë. Unë këtu dhe kam pagën fix në ditë, sigurime e gjitha dhe jam shpintime. Pastaj nuk është një investim thjesht, në programin e investimit nuk është thjesht që hajtë se do bëjmë
hotele, do bëjmë shtëpi, do bëjmë vila dhe do mbyllemi. Ata do bëjnë spital. Ai program ka spital. Ai program ka shkollë turizmi. Ai program ka plot gjëra të tjera, por tani kur të dali dhe thonë anulloje një gjë që s'është bërë akoma, ti s'kemë se ça bën pastaj. Do duhet të dëgjosh e të durosh lloj çuditërash. Keni diçka tjetër? Prap ke merak ti? I takon 2 herë se ky ka pronën. Nuk do flasë më si pronari pretendent, atë e keme gjykatën. Jepja prapë dhe njerëti. Sa pronari janë aty pretendent nëse mund t'ju pyes? Atëre, ne jemi si fis, moçka, me thënë nga, si të thosh, nga Kërnia, nga hidrovoria Kërnis, deri tek ndarja me Zvërnecin, me dalanin e vjetër. Fillon me gjyshin tim e mbaron me gjyshin e... Jo, sa pretendent janë aktual për pronën në gjithat zonë? Në dinin tuaj. Sa janë ata që kanë marrë 7501 atje? Dihet gjë? Jo, në tokën tonë në 7501 nuk ka... Nuk ka. Në 100 familje që keni AMTP-ra, që nuk i keni të regjistruara definitive. Po, ndërkohë që ju keni zonën zonën e pa prekur sepse ka qenë zonë e mbrojtur, nuk na Zonën kthehej, poshtë. na njihej si pronë, po nuk na është kthyer fizikisht dhe jemi në proces për kthimin fizik. Po, ndërsa ju jeni në krahun tjetër. Po, edhe ju jeni mbi vendosje. Domethënë ju jeni gjyq me njëri tjetrin. Ju jeni gjyq me njëri tjetrin apo jo? Jo, po ju pyes. Domethënë juve si familje jeni të mbi vendosur me familjen tjetër apo me fshatin? Po. Po. Jeve pak mikrofonin, jeve një sekundë se dhe prapë. Jeve pak sekundë. Edhe njerë se së gjove. Unë jam pronari 220, të trashëguar, 220 hektarë. Në atë zonë. Zvërnes, duke filluar nga hidrovori që është, ati ku bërë rrethimi, deri ku mbaroi rrethimi prapë. Domethënë komplet, pjesa e cila ishte rrethori ishte pjesa ime. Të cilën kam vajtur dhe kam protestuar dhe kam ngritur zërin, edhe është në proces gjyqësor. Edhe kam kërkuar derisa të zgjidhet problemi, ta zgjidhë gjykata, pavarësisht se pse prona ati faktikisht është e grabitur me dokumenta të Pasi ju falsifikuara. kësa edhe shpjeguam këtë. Këtë nuk e kërkon dot, sepse nuk ndalon dot Jo, zhvillimi më fal. se do marri vendim Më gjykata. falë, jo, gjykata di si do marrë vendin, nuk e di unë. Po, pra- Ati është edhe avokatur e shtetit, që është pjesëmarrëse në gjyq. Të lutem, këtë gjë nuk e vendosim dot ne këtu. Më thuaj, po të pyes për pjesën tjetër, sa janë me ato AMTP që janë të Tani nuk e vendosur? di aty unë janë gati 28 hektar janë me AMTP që janë dhënë. Që pretendojnë të marrin pjesën që ti kam- thua që është e jotja. Po. Po. Çorap tjetër domethënë. Çorap tjetër. Jepja pak. Si operator turistik tani. Jo, një sekond, tani jam thuajti mua. Si ta zgjidhim të se mirë hajde se ai që grabiti do ta zgjidhë drejtësia. Po me këta që thonë ne kemi po jo, ne, se shiko, një sekond. Jo, shiko të bëj pyetjen, shiko. Jepja pak kemi, jepja pak. Të bëj pyetjen. Hipotetike e kemi. Fiton gjyqin Minella. Po, Okej? po, e fiton. E fiton. Po një sekundë, po e marrim tani, se unë po e marrim në hipotetike, thash tash, fiton gjyqi Minella, Po. aty thot janë 28 familje, 28 hektar, që i pretendon, Kur në po e çfarë marr mënyrë? hipotetike, nuk ka rëndësi se s'do, Te kodra fundit? po e marr hipotetike, po nuk po them se Jo, ta flas di në se nuk e parim, di këtë që po është flas në Minella. parim, si e thuat, se kjo është një çorap tjetër. Po, Si mendon ti tani, qofse e merr me gjykat Minella, Po. si që ka marrë tjetër për para. Ti prap do vish do thuash e kam unë këtu, jo ti, po tjetri, X-i, ata që e kanë. Si zgjidhet kjo? nuk e di. Nuk e di. Jebe pak e këti. Po vetëm një hollësi. Ai pronari që pretendon atje, në janar të këtij viti ka bërë një kërkesë për rinovim të certifikatës pronësisë.
Jo, nuk ka rinovim certifikate, ka rifreskim. Rifreskim. Rifreskimi bazohet tek titulli pronësisë, Edhe kështu nuk është ndryshim. Është goditur nga Nuk ka, nuk është rifreskimi bazohet është goditur me gjykatën. Nuk ka rifreskimi është tjetër gjë. Nuk është, jepe pak. Sepse këto janë çështje gjyqësore dhe nuk kanë s'kemi pse ti diskutonim këtu. Jo, që mos keq Po çfarë kuptojmë. them unë? Jo, unë mos keq kuptohem, ju lutem. Se këtu është mbush bulevardi me njerëz që kanë dalë atje që t'ju mbrojnë juve nga unë. E kuptoni tani? Jo. As unë vetë s'kam dalë atje dhe nuk... Jo, s'ke dalë se ti je njeri që je njeri normal që thua, unë kjo është prona ime, unë do fitoj me gjykat. Ata atje kanë dalë që të flasin emrin tonë. Pikërisht nuk jam as kundër zhvillimit, as biles, prandaj e mora dhe mikrofonin. Duke qenë se kam 20 vjet punova mësues, pastaj e ndrova komplet atë sistemin e punës edhe kalova kalorës. Bëj ca shëtitje me kuaj. Që është ka të bëjë me turizmin. Vështirësinë e nisa te tokat e Tim Gjyshi, po ishte çike vështirë. Vajta pak nga Zvërneci te Geroni aty afër, tani jam diku më lart tek qafa e topit. Në të tre vendet problemi I vetëm që ka qenë, më thënë edhe në Zvërnec, edhe në aty, ka qenë prona. Kudo kërkoja të merja një tokë me qera, ishte gjithmonë e pa menaxhuar. Me thënë gjithë pjesa. 30 vjet toka e pa menaxhuar. Si mund të zhvillohet turizmi rreth e qark gjithë Vlorës? Tani, po. Ky është problemi. Dhe më fal, këtu ka të bëjë, nuk ka të bëjë gjykata, sepse unë flisja për zonat e mbrojtura, të cilat I kishit janë të Ministrisë Mjedisit e me radhë. Kështu që ky është një nga problemet. Edhe I dyti janë turizmi, e kam si plag, kam 3 vjet që dëgjoj gjithmonë, sa ndes televizorin dëgjojmë që 30 milion, 20 milion erdhën e me radhë. Jo, 30 milion. Nese e kam lafin. Jo, nese dhe mos thosha, aman mos numëroni, po të lutem, duhet të dim të sillemi që t'i presim me t'i përcjellim tamam siç duhet, që të shtohen nesër. Sepse po na hyn dhe vetë janë qef në një çik. Ideja është këtu. Si duhet të jemi të organizuar. Turizmi nuk bëhet vetëm me hotelet, nuk bëhet vetëm me restorantet, po ka dhe aktivitetet e tjera të cilat janë, si për shembull shëtitjet me komune, e me radhë, dhe ne, për shembull, po shtohet ky aktiviteti si imi jashtë duke u shtuar dhe duhet subvencion. Kjo është temë komplet tjetër, edhe u bëre shumë konstruktiv. Edhe do fillojnë të dyshojnë si pronarë dhe ata tani se do thonë ky që nga kompleti shqitur, kështu që e lëm, po ata që na ndjekin tani, po disa na ndjekin. Është shqetësim, Bëj shaka, patjetër, po s'kemi ardhur të flasim tani për strategjinë e turizmit. Tani unë dua t'ju them disa gjëra në përfundim, se pak a shumë juve thatë çka kishit për të thënë, edhe pak a shumë unë isha në dijeni të përgjithshme se jam informuar sa si qyshtek thjesht pyeta për të dhe edhe dija shumë mirë që pronarët e vërtet në kuptimin ata që vërtet e pretendojnë pronën realisht nuk janë fare në për ato zhurma. Okej, tani, duhet t'ju them disa gjëra. E para, kjo është diçka e stisur në mënyrë shumë djallëzore. Ne kemi një sistem të mbrojtjes nga rrjetet, nga këto sulmet që bëhen nga faktorë të tjerë kundër nesh, sepse dihet botërisht nuk është sot, u bën tani vite, që ne jemi shënjestër e Iranit. Dhe për këtë arsye kemi ndërtuar një sistem mbrojtje që është nga më të mirë në Europë, përsa I përket sulmeve që godasin infrastrukturën digjitale. Por, kemi mundësi dhe të shikojmë aktivitetin. Ditën e parë, kur ka shpërthyer gjëja, ka pasur 5 herë më shumë përdorues të rrjeteve shqiptare, po themi, të rrjeteve sociale që lidheshin me Shqipërinë, se sa çka pasur gjatë gjithë viteve të fundit. 5 herë më shumë u bën në një ditë, kur u shpërndai gjëja. E dyta,
ishte një skandal i vërtet, ai rrethimi në atë formë, me ato telat sipër, që është një përgjegjësi e madhe e atyre që shqiptarëve që janë caktuar atje për të menaxhuar gjën nga kompania, po gjëra që ndodhi. Me atë gardin, me rrjetin me tela, është bërë me inteligjencë artificiale një kështu atje si afishe dogane, e keni parë besoj, ku shkruaj stop kufiri Izraelit. Dhe është hedhur në mënyrë intensive gjithandej narrativa që këtu do vinë palestinezët që do shkulen nga Gaza. Dhe kjo gjë është bërë me një sistem shumë të qartë për ne tani më në disa xhami. Dhe aty nga njerëz që janë penetruar, në atë sistem, është hedhur hira tek të tjerë që e kanë marrë këtë gjë me shqetësim të madh duke e besuar. Gjëja ka marrë për masa botërore dhe është shumë e thjeshtë për ta kuptuar se pse Irani është interesuar për këtë narrativ dhe pse kjo narrativ jo turizmin, po kjo narrativ fillon njerë duke shkatruar një nga pikat më të forta të reputacionit shqiptarëve në përbot, të cilën bota tani ka filluar ta kuptojë tamam, që është se si muslimanët shqiptarë, po bëhet film për këtë, muslimanët shqiptarë, së bashku me të krishterët, shpëtuan ebrejt. Kjo është një medalje ari që na e kanë dhënë ne dhe ja ka dhënë Shqipërisë ata që nuk i rrohen më. Dhe që pastaj të bëhen me inteligjencë artificiale video, protesta që nuk ekzistojnë. Buzdetit me miliona njerëz, ku ka Buzdetit miliona njerëz? Këtu që bëjnë protest dhe që të gjitha mediat në lindjen e mesme, në Izrael, në Amerikë, të nxjerrin atë protestën dhe thonë ja, është përpjekje për të na bërë gropën. Nuk duhet shumë për të na bërë gropën. Ky është sulmi që është bërë nga ata që janë armiqtë Shqipërisë, Irani, me ata jemi në armiqësi, nuk kemi bërë në armiq me ta, në bërë ata armiq me ne. Dhe që e kanë shfrytzuar këtë moment. E dyta, nuk e them unë, janë një sër raportesh, jo vetëm të shërbimeve inteligjente europiane, raportet brendshme që ne i dim, i njohim, po dhe raportet të publike, të instituteve të ndryshme, që nga suedezët e të tjerë që kanë vërtetuar që vendet të mëdha, të cilat janë kundër Europës, janë kundër Bashkinë Evropiane dhe janë shumë të interesuar të godasin shoqëritë e vendeve që duan të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, e kanë strategjitë të tyre të përdorin çështje ambientale për të krijuar rrëmuj. Se çështjet ambientale janë çështje që prekin shumë njerëz. Është strategji. Merë një çështje ambientale, ka një potencial etj. E treta, ne kemi hyrë tani në një territor ku duhet të matemi shumë mirë edhe duhet jemi shumë përgatitur sepse kemi hyrë në territorin e një konkurrence të pamëshirshme. Është konkurrencë kjo. Është konkurrencë. Nuk është fare sekret që kemi hyrë dhe këtu s'ka lidhje fare me shtetin. Nëse gjithë mediat greke, nëse një nga burimet kryesore të gjithë kësaj lufte hibride është media sociale dhe jo vetëm greke, kjo nuk lidhet me qeverinë greke, se bën qeveria greke të. E bën konkurenca. Dhe hidhet para shumë e madhe për të bërë këto lloj luftrash.
Kështu që dhe këtë duhet me mbajt mirë parasysh. Ikja e një investimi, shikoni këtu, ikja e një investimi nga Shqipëria në vitin 2009-2010, diku atëherë, që shkojnë Malzi, vendosi se ç'a ndodhi me turizmin në 20 vjet. Si u bë Malzi, si mbetëm ne. Ky investim nuk ikën nga Shqipëria sa t'jem unë këtu. Se ky investim mund t'hiki, shkon në Greqi, shkon në Malzi larg qoftë, shkon diku tjetër, nuk shkon fare as gjikundi, nuk ka rëndësi, po t'iki nga Shqipëria, i bie që ne të kthejmë përmbys diçka që kemi ndërtuar kaq vite. Tani, po të shikoni të gjitha këto gjëra nuk dëgjohen kur ka zhurmë madhe, se s'dëgjon njëri as argumenta, nuk dëgjon njëri dalin ata atje, anullo, po kur thoshin 5 kushte. Jep dorëheqjen, bëj këtë, bëj atë, po dash dorëheqjen si do i bëj 4 tjerat unë. Po kjo është çështje pastaj kjo hyn te logjika. Jo, jep dorëheqjen ishte e para, pastaj ti më maçuan dhe po mirë, po jap dorëheqjen, po 4 tjera si do i bëj. Nuk bëjmë negociata, po nuk ka shans që unë të bëj negociata, se s'kam kërkuar kur negociata për këtë gjë. Ama, është e sigurt që në të gjithë procesin ne kemi qenë shumë strikt. Shumë strikt. Po që dalë sot, është thënë që investimi është 27 milion euro e tjerë. I referoheshin një leje që është kthyer mbrapsh. Ne kemi refuzuar, i kemi kthyer mbrapsh projekte, i kemi kërkuar më shumë në funksion të mbrojtjes së mjedisit. Kemi kërkuar distancë nga laguna, kemi kërkuar ripërtritje të një pjese aty të biodiversitetit e tjerë. Kemi kërkuar zgjerim të plazheve. Kemi kërkuar pastrim të ujit lagunës, se ju dini më mirë se sa unë se ajo në çfarë gjendje është laguna atje, apo jo? Sepse aty janë, për shumë kohë, nuk është bërë kujdes për qarkullimin e ujit e tjerë, di Kanani si më ka shpjeguar 1000 herë. E duke bërë Kanani bashkë me fshatarët e atje, çka ka mundur. Atje gjendja është shumë e rëndë nga pikpamja mjedisore. Pastaj shtodhe plerat edhe shtodhe gjitha ato lozhurat atje, kështu që të gjitha këto, tani, patjetër që ajo që ndodhi me atë që u troi zvarr është një gjë e neveritshme, patjetër. Dhe nuk bën vaki që nëse qeveria, se këtu e ka qeveria pjesën, nëse institucionet e pushtetit ekzekutiv janë të përzira me këto gjëra, të shkarkojnë me njëherë drejtorin e policisë. Se po t'ishte se policia do ishte e vënë në funksion të kësaj gjës, se këtu ka një interesa që i mbulon pushteti lartë, s'do ndodhin këto gjëra. Nuk do i hiqe licenca kompanisë e tjerë. Jini të bindur për një gjë. Ne duhet ta bëjmë këtë projekt se s'bën dhe këtu me këtë projekt Vlora nuk është më një qytet i Shqipërisë. Me këtë projekt Vlora s'është më një qytet i Shqipërisë, fare. Vlora është një destinacion i botës. Do më thënë, si që dëgjon tër planeti për destinacione turistike që i di gjithë bota, ashtu do futet edhe Vlora aty, edhe Shqipëria pastaj me Vlorën bashkë. Kjo është e sigurt. Se nuk është vetëm puna se po mbyll atë radio se më shkatrove, çe ke këto? Po ç'a dëgjon lajmet atje, ç'a bën? Të lajmërojnë për lajmet atje. Po ç'a të them? Dhe keni parasysh dhe gjithë fundit. Ky investim që do të bëhet në atë zonë, do të sjellë shumë investime të tjera për të blerë këtu pasuritë patundshme, shtëpi, për të blerë apartamente, për të hapur biznese, për të bërë restorante, për të bërë, është efekt zinxhir jashtëzakonshëm. Çfarë t'ju them unë më shumë? Mua kështu më vajti jeta. Për çdo gjë, për çdo ndryshim, gjithmonë Honxho Bonxho
përballë. Në disa raste pastaj edhe të tjerë që nuk kanë lidhje me onxhobonxhët, po që preken dhe shqetësohen se do shkat po si do bëj ç'a. Ore do vinë ata nga ana e anës me 4 miliard, me emrin që kanë, që kanë gjysmën e botës armiq. E do vinë këtu të vrasin pelikanë, të hedhin beton që të bëhen zhele në sytë e gjithë planeti, po a jeni vetë apo si? Si do vinë ata nga anë e anë, do vinë ata të tjerë nga Katari, që kanë ndërtuar rezortet nga më luksozet në për Maldive e në për vende tjera, do vinë këtu të lënë fytyrën e të bëhen Delia Azeze e botës. A jeni vetë apo? E vetmja gjë pozitive, e gjitha historia është që vetëm inatin ju ka shtuar për ta bërë gjën akoma më spektakolare. Dhe këtu do jemi, do rojmë, shpresoj, e do shohim. Kështu unë ju falenderoj shumë për durimin. Mendoj që gjërat do shkojnë mirë dhe një gjë ju them, në momentin që do vi projekti, në momentin që do jetë gati projekti nuk ka për të ardhur në Tiranë, do vi në Tiranë, por projekti do vi bashkë me mua, bashkë me ata, do vi te ju, po jo te ata që janë atje në rrugë. Ata në rrugë le të rinë deri në 2029-ën. Atje të rinë, deri në 2029-ën. Dakord? Edhe të futen në zgjedhje, ta masin se sa ju kushton lëkura politike. Se ajo është e gjitha politik. Ajo s'ka lidhje fare me mjedis. Dhe Shqipëria e shqiptarëve është parulla më e turpshme. Gjermania e gjermanëve e bëri Gjermaninë qametin e Europës dhe pastaj i la Gjermanisë njollën më të zezë. Greqia e grekëve është Greqia e Agimit të Ardh. Nuk është Greqia e popullit grek, nuk është Greqia e atyre që populli grek i voton për ta. Kjo është një parull që ka brenda vetëm fashizëm, por natyrisht që jo se ata janë fashistë, ata janë të paditur. Ata kujtojnë se e merr flamurin e lidh këtu në fyt, edhe ajo të bën patriot, edhe ajo të bën adhetar. Flamuri nuk respektohet kur e lidh në fyt. Flamuri respektohet kur nuk hedh plerat në rrugë. Kështu që në momentin që do jetë gati projekti, sepse këto projekte kanë dhe i gjë tjetër. Unë isha me Mitsotakis mbrëm në Tivat. Edhe po flisnim për Kosta Navarinon. Edhe ai po tregonte atje se çfarë ka ndodhur me komunitetin rreth e rrotull asaj zone. Nuk ishte zonë turistike e Greqisë. Fare, ishte tokë. Se çfarë ka ndodhur me to? Dhe këto projekte bëhen me komunitetin. Bëhen me komunitetin, jo thjesht se do marrin ata dhe do i thonë hajde këtë do fusim punë. Jo, bëhen me komunitetin për shumë gjëra të tjera. Dhe kjo është pjesë e bisedës dhe e programit. Po ku t'ja thuash? Se kur thonë s'ka transparencë për çfarë? Transparencë për çfarë? Se për çka kam unë kokë? Transparenca kur të bëhet projekti, kur të përfundoj. Kështu që në rregull jemi. Minella, gjykatën vlla. Dakor? Edhe ti gjykatën, po tani gjykatën. Gjykatën. S'kemi tjetër. Demokracinë, për sa kohë kemi zgjedhur demokracinë, kemi zgjedhur gjykatën. Të ikim tani shiko. Tani të ndahemi në Minella, tani të ndahemi në partitë tona ne, të vemi ne te partia unë ti vazhdo me tënden, ashtu.